Alqa! Me rëpë shpje dhe mbyllet kanali YouTube-it. Po u të kjo pjesa dhe mbyllet O, YouTube-it. si pesa! Kjo do jetë hapja vlog. Kjo do jetë hapja vlogut ku ne sistemohemi. Sa mi që ka shpje. Kot një vit pas ka me këmë punën. E rri unë shpi për të. Aja, i Batman! Hey guys, mirëmëngjes, sot është data 25 nëntor dhe për mua është një ditë tepër veçantë pasi vëllai im sot ka ditëlindjen dhe bën 29 vjeç. Edhe do thoni juve por çfarë ke bërë dhurat, por a e urove, qysh apo tek, dhe unë do t'ju them që po, kam bërë një çmenduri, një diçka shumë të bukur, një dhuratë që do t'i ngelet tër jetën, do thoni ju çfarë është. Do t'ja tregoj me video pas pak. Io guardo, vedo. Ma vede così? Vedo! Vedi? Quante sono? 4. Così? 2. Dammene un'altra. Dammene un'altra maglia. Vai, mettili l'altro no. Oh, la te! Nostri. Vedo ancora. Aspetta. Non respiro. Alza un po' la bocca. Ma è brutto anche per voi farmi uscire così bendato. Fare un video con me Vedi? bendato così. No, non vedo un cazzo. Giura. Giuro. Così è brutto. Ah, metto così. Vedi? Non vedo un cazzo. Ok, adesso siediti qua, guarda. E stai seduto. Vai, siediti. Ok. Non ti muovere da lì. Hai capito cosa sto scrivendo? Cosa faccio? Dai, vai. No. È mia sorella, vero? Sì. Ah. Dai, è bello? È bello, È bella, hai visto? bello. Io ho cominciato con mia sorella adesso. Ah! Non ho ancora iniziato. No, ancora no. Vuoi vedere? Bello. Bellissimo. Che bello comunque. Tuo marito? La faccio io se vuoi la foto. No, faccio un video. Per YouTube. Allora, vabbè. Hey guys, si jeni? Sot kam dalë se kam disa punë shumë të rëndësishme në për sindikata. Dhe jam në qendër të Samaurës ku u bë kam disa punime për të vënë zbukurimet e fund vitit. Hey guys, jemi në shtëpi. Është një ditë shumë e ftohtë, shumë. Dhe baba Marita në kemi shtëpis, na ka punuar sot, se është i smur. Është me grip. Dhe fëmijëve sa po i dhash një kinder, o veti, që po i hapi të dy të. Arli, Ami? Arli? O Batman se bevola. Jo, Kurse unë dhe baba Marita do hajmë këto biskotit me forma di pema. Pastaj do ikim të bëjmë çik-çiçi në banjo, çare. Nora. Më është të qeshtë kjo. Cosa viene con?
Ai, buoni mam? Sono buoni? Due brosche. Che non mi passa? Buoni mam. Due baby. Më parë të shtuim, më s'ka në shtu. Mami. Shiko që ka Arli. Arli. Mangiali. Ti vuoi dare tu. Oh, vede! Già lo vede! È buono, dai! Pamja më e bukur për vitin e E ri. pana e butur! Festa, pema. Gyqa ka që fshiet. E goca, këtu ishte hentje dhe unë i lash të 2 fëmijët në shtëpi, lash telefonin e punës Amarilisit dhe veç shkova një vrap në markat se mu duheshin disa perime dhe frutra dhe me telefonat me fëmijët ata në shtëpi dhe unë merja gjërat që më duheshin. Qëndruan gjatë gjithë kohës ullur në divan dhe shikonin televizor dhe qëndruan shumë bravo. Më pas i tregova se si ishte koha për jashtë ja pse nuk i mora. Edhe e mbyllëm telefonatën vetëm kur jam kthyer në shtëpi, sepse kisha shumë frikë se mos dilnim për jashtë. Hey guys, sono qui. Jam këtu që mora disa shpenzime tek Mercato dhe kam qenë gjithë kohës me kamer me Arlin me Amin, tani jam afër shtëpisë dhe ti ki shtëpi. Koha është kështu, siç e shikoni, vrentur, gjethet për tokë. Ja, kështu. Goca, erdha në Mercato dhe gjëja që bleva është kjo bluzja, kjo seti me pak fjalë. Edhe ti të tale meldet! Edhe të karamelet. Atëre seti dhe pse është X, me thënë drejtën, më rri shumë i madh. Unë jam smurë dhe nuk kam masuri, si që shikoni si më rri këtu. Por më pëlqen sepse më rri shumë komod, shumë rehat, ngjyra është fantastike, ngjyra vjeshtës, dimrit, ngjyra kaf. Si ajo kafja e pjekur, janë gjëra nga fundi, janë shumë të rehatshme dhe të buta dhe të ngrota për gjatë gjithë dimrit dhe më pëlqen shumë dhe materiali dhe i mora vetëm 25 euro, se është set, bluze edhe pantallona. Më pëlqen tej masa shumë, shumë fare. Kështu duket. Gjëja tjetër që kam bler është kjo bluzja këtu, ngjyrë blu. Dhe është shumë e bukur, më pëlqen shumë sepse kombinohet shumë lehtëshëm dhe me xhinkse, dhe me geta, dhe me tuta, dhe më pëlqen shumë. Edhe kështu. Më pëlqen shumë. Si kjo, mora edhe një të bardhë, por këtu përpara ka prerje ndryshe, këtë ka formë V, kurse ajo ishte formë ovale, si jo. Edhe kjo gjithashtu e madhe e gjerë, festa po vini, një ftohtë ka ardhur dhe janë shumë të kombinueshme, mjafton që të vesh është një kanatiere poshtë, këtë lartë edhe je shumë ngrohtë. Këto janë blerit, kurse Amarito që kam bler një palë çorape, një palë çorape 4,50 njerëz, e kuptoni, një palë çorape 4,50 i bleva vetëm 2, ti provon njëri pëlqen apo jo, domethënë se Amarito punon në frigorifer. Dhe bleva gjithashtu një set bijamesh, por që nuk do t'i përdori si bijame Amarito, po do t'i përdori që t'i mbajnë poshtë, për shembull tuta dhe trikon dhe sipër të veshin xhaketë ose xhyp, duke qenë se punon në frigorifer dhe mbërdhi, dhe tani Amarito vesh një palë tuta në të dhe vesh pantallona të sipër, se vërtet goca shumë ftohtë vetëm për jashtë, imagjino të futesh dhe në frigorifer. Si shkruaj ka marrë këtë materialin këtu, shpresoj t'i pëlqejnë dhe mbi gjitha t'i bëjnë. Dhe në qoftë se nuk i bëjnë ose nuk i pëlqejnë, do të t'ja ndroj. Dhe këto këtu kanë kushtuar diku tek bijamat njerëz 25 euro ose 30 fa, nuk e mbaj mend. Qa, nuk e di domethënë. Është shumë skandaloze gjendja e çmimeve. Sot do vendosim dhe lulet, mora dhe lulet. Që i mora 6 euro këtë tufën, duke qenë se
këtu me jansar, disa, ato që janë akoma do t'i mbajmë, dhe do t'i sistemojmë së bashku. Nuk e di se ku më është ndërprer vidja, por gjithsesi po ju them që mora këtë setin këtu, që më pëlqen shumë, edhe pagova 25 euro dhe këto ditë që jam me grip, nuk kam ngrënë asnjë gjë dhe po t'i vini re, jam dobësuar akoma edhe më shumë, por më pëlqen sepse është i ngrohtë, i lirshëm, i gjerë, edhe në fundi është i gjerë kështu, edhe më pëlqen jashtë mas të shumë edhe ngjyra. Shkoni, më pëlqen tepër shumë. Gjëra tjetër që kam blerë është kjo bluza e bardhë, që është kështu, që mund ta veshësh shumë mirë me xhinsa, me geta, me tuta, dhe ka këtë tek duart, më pëlqej shumë kjo detajat e duart, që rrin pas kyçit dorës, dhe mund vishet në dy versione, vën përpara, formën vë përpara ose mbrapa. Mund ta stilosh si të duash. Një nga ngjyrat e tjera që më pëlqen më shumë të kohët e fundit është kjo bluja këtu, që mund të ta veshin ndonjëherë dhe amarili për shtëpi, nuk e di, por që si fillim duhet të nxjerrë zinon. Kjo është shumë e bukur. Amarili s'to facet e vidit, dhe edhe këta mund ta stiloj me xhinsa, me geta, me çdo gjë, më pëlqen tepër shumë. Tani siç ju thash, i mora Amarildos, të mbush të shime kjo, nga të dyja. Mora Amarildos 2 palë çorape, 1 palë çorape, 4,50 euro njerës. Unë i mora 2 palë, për ta parë nëse i pëlqejnë apo jo, por me sa e pash, materiali është tepër i mirë, i ngrohtë. Dhe gjithashtu një palë bizhama Amarildos që t'i mbajnë për poshtë kur t'i kim punë, domethënë se mbërdhjesh mase shumë, bizhama. Tuta t'i veshin poshtë pantallonave, trikon poshtë gjaketës dhe pastaj gjypi, sepse përveç se ftohtë për jashtë, Marito punon në frigorifer njerëz, që është -2, -3, që kështu që ta veshin dhe mos ta smorë burri, dhe po smorë burri u smorë gjithë shtëpia, siç edhe jemi smurë. Duket shumë mirë na urdhro, shëndet. Jemi në këtë gjë, ndjeku hapshu njëri, hapshu tjetri. Edhe po njerëz, këto janë blerje, tani do shkojmë të sistemojmë së bashku lulkat. Shkojmë të sistemojmë së bashku.
Haj goca. Haj goca. Arli. Haj goca. Haj goca, si që shikoni unë jam nga dhoma Amarilissit, për faktin se kohën e kemi shumë keq. Në kap ka dhe drita. Mua më ka zënë gripi, por që të dukesha pak më bukur dhe pak më mirë, kam bërë qik buzët me contouring, me një bashkëpunim nga TikTok Shop. Dhe më pëlqen shumë, ndjem shumë mirë, marka është Bella Oggi, por jam me grip akoma dhe duke qenë se për jashtë është koha shumë e shpift, na fal zot, se ti e di ç'a bën. Është shumë e ftohtë, nuk u shkoj mirë për të thënë rrobat. Tani do t'i ndejmë këtu te skaltamentet. Dhe thash ti merrem çik me vete. Ju si jeni me këto virozat? Dhe për drek kemi gatuar tap me salcice. Dhe ne guys, Nene guys. jemi këtu tani që do t'japim Marlit për të ngrënë. Provoj? Është e mirë? Është nxehtë? Është e mirë? Okej. Japim qik birit për të ngrënë. E gatuar mami birit. Dashurisë time. Jetës time. Do vazhdojmë t'japim për të ngrënë. Pastaj do presim babën dhe dadën. Dhe pastaj prap 2-2 me dadën. Se babën mbasi kom thonë prap. Dhe me zi të presit vjen shtuna e diela që të rinë të katër prap në familja. Në këtë atmosferën e festave, dua vetëm të rinë të katër në shtëpi, qetësit, gatuajmë, tajmë, lozim. Vërtet. Tani këto kohë të fundit me që jam e dritë, tim pijama, dhe gjithë kohës. Nuk më vjen as të vishem, as maksimumi që mund bëja ishte që të vija pak laps contouring buzë që të dukesha pak njëri, se ngjyra na e ka ikë fare.